Përshëndetje të nderuar shikues, po takohem në edicionin e lajmeve Fokus, do të jemi së bashku gjatë këtyre minutave për të njohur ngjarjet kryesore. Ndjekim titujt kryesor fillimisht. Forumi për gratë, paqen dhe sigurinë për herë të tretë mbahet në Prishtinë, pritja e plot grave e burrave të suksesshëm nga e gjithë bota u bën nga presidenti Osmani, që është një koqire kësaj ngjarje të madhe. Në ditën e parë të këtij takimi, Osmani ndau medalje prezidenciale për nënat e Srebrenicës, po ashtu mbahen panele diskutimi për paqen dhe sigurinë. Ministri i Punëve të Jashtme në Bosnjë e Hercegovinë, Elmedin Konaković, gjatë qëndrimit në Kosovë, ka folur mbi kërkesën e Duda Baljes, deputetës bosnjake, që fshati Reçan të bëhet komunë. Zyrtari nga Sarajeva i del në mbështetje këtij propozimi, ndërkohë përgjigjet edhe për pyetjen se pse Bosnja nuk po e njeh pavarësinë e Kosovës. As tentimi 25 që të përmbyllet me sukses seanca konstituive e nisur më 15 prill nuk ishte i suksesshëm. Vetëm 51 deputet votuan që të kalohet në votim të fshehtë nga i hapur. Kryesuesi caktoi seancën e re pas 2 ditësh, derisa partitë politike shprehin qëndrimin se po e presin vendimin e gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Besnik Bislimi udhtoi në Bruksel për zhvilluar takime në kuadër të dialogut, bisedon me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, por zëvendës kryeministri në detyrë e pranon se ishte planifikuar takimi 3 palësh edhe me Petkovicin, por ky dështoi sepse pala serbe u vonua. Gjykata speciale pranon prova të reja nga prokuroria e specializuar. Kjo bën që të shtyhet afati për mbrojtjen e krerëve të UÇK-s për të dorëzuar kërkesën për rrëzim të disa akuzave. Kjo ishte parapar të bëhej deri sot, afat ky që shtyhet për 10 ditë. Po vjen, zbritje po bjen, java e Maraklive, është koha perfekte me mbush karrocën shumë e me pagu pak. Oferta vlen nga data 30 maj deri më 8 qershor. Bau Market, Bau Shembull. Prishtina u bë qendra që mblodhi 10 gra e burra nga e gjithë bota në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Një koqire e kësaj ngjarje që për të tretën herë mbahet në Kosovë është presidentja Vjosa Osmani. Mysafirët mes tjerash për 2 ditë do të ndajnë vizionin e tyre për kodin e sigurisë për brezin tonë. Është një koqire një ngjarjeje të rëndësishme. Prandaj presidentja Kosovës Vjosa Osmani bashkë me stafin e saj po kujdesen që gjithçka të shkojë mirë këtë të hënë. Kështu ajo doli për ta plotësuar pikën e parë të protokollit, e cila është pritja e pjesëmarrësve që do të jenë pjesë e edicionit të tretë të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Ndër të parat që erdhi në këtë ngjarje ishte Irene Fallon. Kjo e fundit që mban pozitën e përfaqësuese speciale të sekretariatit të përgjithshëm të NATO-s për gratë, paqen dhe sigurinë u prit ngrohtësisht nga Osmani. Në kohën kur Kosova po përballet me një situatë jo të mirë në arenën ndërkombëtare, duket që e para shtetit donte të lënte mbresa, andaj këtë qasje e kishte pothuajse me të gjithë të ftuarit. Osmani ishte entuziaste edhe për pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm të Tanzanis Mahmud Thabit Kambo, me të cilin u takua edhe të dielën. Në këtë forum kishte edhe pjesëmarrës të shteteve fqinje si Elmedin Konaković, ministri i jashtëm i Bosnjës e Hercegovinës. E këtu s'kishte si të mungonin përfaqësues edhe nga Shqipëria. Presidentja Osmani mirëpriti kryekuvendaren Elisa Spiropali. Pasi u bë pritja të gjithë të ftuarve, forumi vazhdoi me agjendën e caktuar. Një prej momenteve më emocionuese në këtë ngjarje ishte ai kur të pranishmit pan përmes një video vuajtjet e grave dhe nënave të Srebrenicës, të cilave i u masakruan burrat e djemt nga forcat serbe. Po ashtu dëgjua dhe rrëfimi vajzës, një prej të mbijetuarave të dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë. Numërimi filloi mbrapsht. Para qindra pjesëmarrësve u shfaq forca grave të Srebrenicës, vuajtja e qëndresa u përmbledhën në një video të shkurt. Kështu nisi edicioni i tretë i forumit ndërkombëtar për gruan, paqen dhe sigurinë në patronatin e presidentës Vjosa Osmani. Fjalën hyrëse të këtij edicioni tha Venesa Sulejmani, vajza të mbijetuarës së dhunës seksuale Shyrete Sulejmani.
Në nësime, ju deshën 20 vjet për ta gjetur zërin e saj, dhe megjithse unë ende po e gjetimin, do ta përdor me krenari për ata që nuk kanë zë. Si aktiviste për traume ndërbreznore, çështja e shëndetit mendor dhe për t'i dhënë fund stigmës për fëmijët anë e mban botës. Pas kësaj për dhimbjen folje dhe mbijetuara e gjenocidit në Srebrenicë Zjada Efendić. Për rëndësinë e kodit të sigurisë për gjeneratën tonë që është tema e edicionit të si vjeçëm foli shefja e shtetit Vjosa Osmani. Është dhimbja e padurueshme e humbjes së një prindi, një vëllai, një të dashuri, një shtëpie e të bërit refugjat. Dhe siç kemi dëgjuar sot nga ndërtuesit tanë të paqes, madje edhe të jesh dëshmitari për dhunimit të nënës sate, ajo dhimbje nuk shuhet kurrë. Janë pyetje që nuk marrin përgjigje. Që gratë ndihmojnë në vendimarrje në çështje të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare, e tha përfaqësuesja e NATO-s Irena Fillin. Që nga miratimi i rezolutës 1325 kemi mësuar se pjesëmarrja e grave në ndërmjetësim paqe dhe negociata rrit më shumë mundësinë që të arrihet paqe. Pas pjesës së parë fjalën e mori sërish presidentja Vjosa Osmani. Këtëherë u drejtua nënave të Srebrenicës. Mothers of Srebrenica. Ju jeni bërë zëri i atyre që nuk mund të flasin. Me çdo fotografi që e keni mbajtur në duart tuaja, ju keni ruajtur kujtimin e gjallë. Për qëndrisën e tyre Osmani ndau medalje presidenciale. Përfaqësuesja e nënave të Srebrenicës Hada Hoqić shprehu falënderime për mbështetjen. Ne patëm agresion ndaj Bosnjës nga Serbia, nga jashtu quajtur i regjimi brendshëm. Ata dëshën të na zhdukin, na vranë bitan, por ne u ngretëm. Faleminderit miqve të Kosovës. Por Osmanin u dhurua edhe logo e veçantë që simbolizon gjenocidin e Srebrenicës. Gjatë seanës mbajtën edhe 3 panele për sigurinë dhe paqen, por se në asnjërin prej tyre nuk mori pjesë ish presidentja Tifete Jahjaga, e cila ka konfirmuar se nuk ka planuar ftesë nga organizatorët. Ndërkohë pjesa e dytë e forumit do të vazhdojë të martën. I pranishëm këtu ishte edhe kryediplomati bosnjak Elmedin Konaković. Ai u pyet nga të shtatë mbi mosnjohjen e shtetësisë së Kosovës nga Bosnja-Hercegovina. E po ashtu politikani nga Sarajeva komentoi kërkesën e Duda Baljes që një fshat në vendin tonë të bëhet komune populluar me shumicë bosnjake. U propozua të bëhet komunë më vete. Deputetja Duda Balje para pak kohësh propozoi që fshati Reçani i Prizrenit i banuar nga bosnjak të bëhet komunë më vete. Këtë propozim të Baljes po e mbështet ministri i jashtëm i Bosnjës dhe Hercegovinës Elmedin Konaković. Lajmin e konfirmoi vet Konaković për televizionin shtat të hënën duke theksuar rëndësinë që ka përfaqësimi dhe veçeverisja për komunitetin bosnjak në Kosovë. Nuk mund të ndërhyj në organizimin e brendshëm të shteteve, por sigurisht që do të mbështes dhe do të avokoj për ato zgjidhje që bosnjakët i konsiderojnë si mënyrat më të mira për t'i realizuar kërkesat e tyre. Megjithatë, Konaković u shpreh se Bosnja dhe Hercegovina nuk mund të ofrojë shumë mbështetje kur bëhet fjalë për njohjen e pavarësisë së Kosovës për shkak të pozicionit të brendshëm politik në vendin e tij. Përderisa Bosnja dhe Hercegovina vendos në mënyrë treshe, siç themi ne, nuk besoj se do të vijë shpejt deri te vendosja e marrëdhënieve diplomatike. Derisa situata në rajon, para së gjithashtu në marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, të mos harmonizohet me arritjen e një marrëveshje. Konaković me sillë është se mund të ketë bashkëpunim mes vendeve që të ruhet paqja të arrihet drejtësia për kriminalët e luftës. Për kriminalët serb të luftës nuk planifikoi të flitej gjatë ditës në Bruksel. Atje ku po qëndron zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Bislimi parashihej një takim ku do të diskutojë edhe për shkeljet që Serbia po u bën kryesisht shqiptarëve të Luginës. Megjithatë, këto shqetësime Bislimi mund t'i ketë ndarë vetëm me të dërguarin
e BE-s për dialogun Peter Sorensen. Fillimisht ai na tregoi me qasjen që ai mendon që ta ketë në fazën e ardhshme të bisedimeve, qoftë në nivel të kryenegociatorëve, qoftë edhe në takimet e larta, ku pastaj udhiqen nga Zonja Kallas dhe pastaj në takimin bilateral ngritëm një sër temash për të cilat besojmë se është shumë me rëndësi që sa më shpejt të kemi përgjigje nga Brukseli apo zgjidhje, tha Bislimi. Ndërkaq në njoftimin nga zyra e kryeministrit u konfirmua se nuk u zhvillua dhe takimi me Petkovicin. Ka qenë parapar edhe një trilateral, por ky nuk ka mundur të ndodhë për shkak se ka ndodhur komplikime me ekipin e Serbisë, i cili nuk ka arrit në Bruksel për shkak të vonesave në Vjenë apo diçka të ngjashme, deklaroi Bislimi. Vonesa, por shumë të gjata, më të shpeshta, tashmë është shkaktuar në konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Për të 25 herë, deputetët dështuan të finalizojnë seancën e nisur më 15 prill. Përfaqësues e partive politike konfirmuan se po e presin vendimin e gjykatës kushtetuese për këtë ngërsh dhe votimin e komisionit për votim të fshehtë. Është ndër të paktet që flet me homologët në PDK. Për dallim nga Gembahtiri, shefi i tij Partiak Albin Kurti vazhdon komunikimin vetëm me anëtarët e LVV-s. Kështu të hënën deputetët u mblodhën për herë të 25 që nga seanca e parë konstituive me 15 prill. E ndër 16 ligjvënësit që munguan kësaj radhe vërehej edhe mungesa e ish-kryetarit të Kuvendit Glau Konjufca. Mirë po as ky as të tjerët nuk humbën gjë, pasi epilogu ishte i njëjtë. Madje votat për komisionin për votim të fshehtë ranë në 51, numri më i vogël deri tani. Andaj tentativa 26 u caktua për të mërkurën. Ndërpritet seanca më 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri. Për krejt këtë e propozuara e partisë fituese për krye parlamentare fajin ja lën opozitës së deri djeshme. Nuk i kuptoj arsyet të paktën këto publike të cilat i kanë bërë opozita për kundërshtimin tim. Ata më quajnë përçarse, konfliktuoze, por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike, për çfarëdo vendimi që unë e kam marrë asnjëherë, domethënë nuk kam vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve ndaj me Republikën e Kosovës. Ndërkaq subjekti i dytë më i madh parlamentar insiston në ndërrimin e emrit të Haxhiut. Kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh veç e veç. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e morën as mundin për deklarime pas seancës. Vetëse të gjitha këto subjekte po e presin një gjë, përgjigjen e gjykatës kushtetuese lidhur me kërkesën për shqyrtim të ndërrimit të votimit nga i hapur në të fshehtë. Pjesë e seancës ishte edhe deputetja vetëvendosjes Saranda Bogujevci, por shumicën e kohës në kuvend ishte në kryetare e parlamentit, e kaloi duke diskutuar intensivisht me kryetaren e partisë Albin Kurti. Me shumë gjas me të fliste për debatin e ditëve të fundit që ajo pati me gazetarin Ilir Mirena, për të cilin foli edhe sot. Bisedën me kryeministrin në detyrë e nis para se të hyjë në sallën e kuvendit. Ajo vetë se intensifikohet teksa Albin Kurti e Saranda Bogojevci po shkonin tek ulset e tyre. Në fakt kjo fundit po i tregonte vazhdimisht diçka teksa shefi i saj e dëgjonte me vëmendje. Megjithëse kjo kishte të bënte me debatin e replikat që deputetja e LVV-s i bëri virtualisht gjatë së dielës me gazetarin Ilir Mirena. Pikërisht për këtë temë ajo foli paraprakisht para gazetarëve, ku vazhdoi akuzat ndaj drejtuesit të Periskopit dhe disa prej kolegëve të tij. Kam reagu ashpër për shkak që nuk ka ma filtera në formën në se si përdoret sidomos në diçka personale dikujna e që prezanton dhimbje, na më kupton. Domethënë nuk po ka ma filtera në këtë drejtim. Edhe
sidomos nëse dikush e qunë vetën gazetar, ishtë dashmi pas disa parime në formën se si prezenton diçka. Përgjigje dha edhe për akuzën se po qëndron e heshtur karshi pretendimeve për keqpërdorime të partisë në pushtet. Cilat keqpërdorime? A ka vendim të gjykatës për keqpërdorime? A ka vendim të gjykatës? Faktën i distancim prej personave që dyshohet që e kanë bërë ato që janë brenda lëvizjes së Bosnia. Distancim për cilin specifikisht? Cilat janë faktet? Ndërkaq vetë Mirena vendosi të mos i përgjigjej direkt, vetë se tha se priste që Bugojevci të kandidojë për kryetare, por vetëvendosja vetëm i përdor viktimat. E gjatë ditës së diel ky akuzoi Bugojevcin se paraqiti Ivica Dačićin si paçedashës, kur ky fundit mori pjesë në një ekspozitë në Beograd për krimet e kryera ndaj familjes së saj. Më 29 maj, gjyqtarët e rastit të krerëve të UÇK-s në Hag morën vendim për pranimin e disa provave të fundit të prokurorisë specializuar. Fjala është për disa raporte ndërkombëtare ku kërkesa e prokurorisë u pranua pjesërisht. Si rezultat, provat e fundit të dorëzuara nga prokuroria dhe koha që kërkuan deri në vendimmarrje ka shtyrë dhe më tutje procesin gjyqësor, raporton Nacionale. Fillimisht kishte qenë planifikuar që mbrojtja e krerëve të UÇK-s të dorëzonte mocionin për rrëzimin e akuzave deri më 2 qershor. Megjithatë, në seancën e paradisa jave ishin lënë të hapura 2 opsione, ose 2 qershori, ose 2 javë pas pranimit të provave të fundit materiale. Në rastin konkret, vendimi për provat e fundit erdhi më 29 maj dhe afati për mbrojtjen e krerëve të UÇK-s është shtyrë. Tash avokatët pritet të kenë kohë deri më 10-12 qershor për të dorëzuar mocionet nëpërmjet të cilave do të kërkojnë rrëzimin e disa akuzave. Pasi që avokatët ta dorëzojnë këtë mocion, prokuroria do të ketë kohë 30 ditë për tu përgjigjur. Gjykata speciale u bë temë edhe brenda një salle në Kolegjin Universum në Prishtinë. Para studentëve në një panel folën 2 profesorë të shquar, njëri amerikan, tjetri polak. Këta e shohin si të pamundur rrëzimin e këtij institucioni të drejtësisë, qoftë edhe me përfshirjen e presidentit amerikan. Janë 2 emra që shërbejnë si profesor në 2 universitete prestigjioze amerikane. Profesor Viktor Peskin nga Arizona State University në SBA dhe profesor Mietek Bodushinski nga Kolegji Pomona në Kaliforni, po ju flasin studentëve të Kolegjit Universum në Prishtinë për një temë që kosovarët dëgjojnë shpesh për të. Në një diskutim ku tema ishte gjykata e Kosovës apo një gjykatë për Kosovën, dilema e dhomës së posaçme, profesori amerikan Peshkin foli për kontekstin unik në të cilin ekziston gjykata dhe në çfarë mënyre ai ngjan gjykatave tjera ndërkombëtare për krimet e luftës. Me lejoni të ndalem te kjo pyetje sa interesante, po aq e rëndësishme për diskutimin tonë, duke e futur në kontekstin internacional gjithë këtë përgjigje që do ta them tani. Është një pyetje që provokon, duke marrë parasysh një numër të konsideruar të tranzicioneve që kanë ndodhur, pikërisht në gjykatat kosovare, por edhe në Ballkanin Perëndimor. Edhe kolegu i tij, profesor Bodushinski, i dha rëndësi interesimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mund të themi që suporti amerikan në sistemin e drejtësisë drejt një shteti është shumë e rëndësishme të madhe, por mund të pohojmë që nuk ka qenë konsistente me ndihmën e saj në sistemet e drejtësisë gjatë kësaj periudhe. Po ju marr një shembull si ka funksionuar me ICC. Pra Amerika nuk ka qenë antare e ICC-s, por që ka ndihmuar në disa periudha të ndryshme me impakt të madh, sikur në kohën kur unë kam punuar në Washington bashkë me presidentin Biden, dhe ICC-ja na erdhi me një deklaratë që dëshirojnë të bëjnë një investigim të thellë për Rusinë dhe presidentin rus. Ndihmuam, por me disa kushte. Mes tjerash, u tha se dhomat e specializuara të Kosovës janë një institucion shumë i veçantë në mënyrën se si janë strukturuar. Gjykata tjera në Kosovë po vazhdojnë synimin për të zbardhur krimet që serbët kryen në Kosovë. Një ndër to është edhe zhdukja e doktorit të UÇK-s, Hafir Shala. Këtë të hënë në themelore në Prishtinës u mbaj shqyrtimi gjyqësor për këtë rast, e në të cilin trupi gjykues njoftoi se Kryqi Kuq ka refuzuar që të heqë imunitetin një ish punonjësit të tyre që do të dëshmonte për këtë ngjarje.
Në çdo seancë gjyqësore, familjarët e afer Shalës nuk mungojnë. Të pranishëm ishin edhe këtë ënë ku vazhdoi gjykimi në mungesë ndaj të akuzuarit Slavisha Feliq. Në këtë proces gjyqësor ka mbetur të dëgjohet edhe një dëshmitar, por paraprakisht përpjekjet e mbrojtjes ishin për të siguruar edhe shpunonjesin e kryqit të Kuq, Sebastian Gregar. Andaj gjykata në Prishtinë kërkoi nga ky institucion që të heqë imunitetin për të dëgjuar si dëshmitar në këtë rast. Informacionet e mbledhura nga konojësi i kryqit të Kuq Sebastian Gregar në vendet e burgimit mbledhur me ndukjen e dërë doktor Hafir Shalës janë të domosdoshme në qëllim të rrëshëtimit të gjendjes faktike në këtë çështje penale. Por kërkesa e këtij institucioni të drejtësisë u refuzua nga institucioni humanitar. Ne nuk jemi në gjendje të heqim dorë nga imuniteti Sebastian Gregar për rrethona të këtij rasti. I vetëdijshëm për politikat e kryqit të Kuq u shpreh prokurori special Adhej Dema. Ngjellet nga pjesën e juaj që ta kemi një procedurë më të qartë, koncize, konkretisht për rastin konkret. Më i zëshëm në gjykatorë u tregua avokati mbrojtës i familjes së doktorit të UÇK-s, i cili shpalosi disa informacione që posedonte për ish-punëtorin e kryqit të Kuq. Unë kam informacion të sigurt se zoti Griko, jo vetëm me dëshmitarin, ka biseduar me një numër të arrestuarve në atë kohë në burzët e Republikës së Serbisë, e ka qenë njëri ndër procesit kryesor që këta të burgosur ose pengjet e luftës janë sjellë në Kosovë. I dëshpëruar me përgjigjen e kryqit të Kuq, avokati Kujtim Kërveshe përmbylli fjalën e tij duke kërkuar të vërtetën që po mungon tash 27 vite. Ne jemi në proces gjyqësor. Për ta kuptuar një të vërtetë. E jo për të ekspozuar burimet dhe rrezikun e zyrtarëve të këtij institucioni. Aktakuza thotë se me 10 prill të 1998-s i akuzuari Feliq me 2 zyrtarë të tjerë e kishin marrë doktor Shalën dhe e kishin dërguar në objektin e sigurimit shtetëror në Prishtinë. Aty mjeku Shalë ju kishte nënshtruar rrajeve dhe torturave dhe se nga ajo ditë më nuk dihet për fatin e tij. Seancë pati edhe në Kuvendin Komunal të Prishtinës, veç që jo gjyqësore, por e rregullt. Në të synua zgjidhja e problemit të ndërmarrjes pastrimi, por që diskutimi më së shumti u përqendrua tek akuzat ndërmjet asamblezëve së të gjitha partive me njëri tjetrin, por edhe me kryetarin Përparim Rama. Punëtorët e ndërmarrjes publike pastrimi grevonin jashtë, por për ta biseduaj brenda. Bojkotimi punës nga ana tyre e gjetja e një zgjidhjeje ishte tema kryesore e mbledhjes së Kuvendit Komunal të Prishtinës. Asamblisi i Lëvizjes Vetëvendosje Gëzim Sfeqla akuzoi ekzekutivin e sidomos kryetarin Përparim Rama për këtë situatë. Jemi ballafaquar me pamje që na kanë lënduar edhe dinjitetin tonë si qytetar. Pamje që Prishtina nuk i ka pa asnjëherë për 25 vite. Eleot Remret Koceri PDK-s. Fajin për këtë gjendje të pastrimit fjala drejtorit të shërbimeve publike Bekim Brestovci. Është pikërisht fajtori kryesor Bekim Brestovci, i cili në kontratat negociume e ka pas qëllim bashkë me Përparim Ramën me shkatrunin ndërmarrje publike. Këtyre akuzave të PDK-s Brestovci ju përgjigj me ironi. Me mbajt një minut heshtje që përfundimisht e kemi vorrus destruktivitetin edhe tendencën e Eleot Remret Kocerit edhe të grupit tij për me lanë Prishtinën në mbeturina. Por kjo gjuhë ishte e papranueshme për Ret Kocerin. Kur ankohen në një asamblesë që i pengon në një rrugë, unë këtu publikisht ju them, jepet dorëheqjen, unë e vi bona, e kryja të farpune. E sipas asamblisit Berat Lau, përgjegjës për ndërmarrjen pastrimi është vetëm PDK-ja. Shëndeti qytetarëve në Prishtinë ndodhet prej PDK-s, prej lojës tyre politike të poshtër për me sabotu një pushtet, cilin vetë kanë hime një qëllim që nesër me arën pushtet. Po, orani mund me majtë të me arë kryetari Prishtinë, për s'ko me arë. Por kundër përgjigja i erdhi shpejt. Marrja rishveti, dhënia rishveti, fajde, ushtrim dikimi për Brezovicën. E në gjithë këtë diskutim, kryetari Prishtinës Përparim Rama kishte një kërkesë. Kërkoj publikisht që ju të kërkoni falje ose pason edhe një padi për shfifje ndaj juve. Pas gjithë këtyre diskutimeve, kuvendi shkoi sërish në pauzë për të rikthyer më pas me votimin e disa rekomandimeve nga opozitarët. E më pas të drejtorit Brestovci.
E më pozitive se kjo seansë ishte një takim që ndodhi me mëngjes në zyrën e kryetar të Prishtinës. Aty përfaqësues së klubit më të madh italian, AC Milan, erdhën për të dhënë lajmin se do të organizojnë në kryeqytet kampin e futbollit për fëmijë. Klubi i madh italian ka zbarkuar në Kosovë. Kuqezint e Milani do të organizojnë kamp për të rinjtë e të reja nga Kosova gjatë muajit korrik. Për të treguar më shumë detaje rreth këtij organizimi, këtë hënë u mbajt një konferencë për media. Përfaqësuesi i kampit Kushtrim Demiri këtë moment e quajti si historik. Zyrtarisht, domethënë, është një marrëveshje mes KFV Prishtinës dhe AC Milan, e cila sot po jetësohet, ku i ftojmë gjithë fëmijët, ata që kanë talent bëhen pjesë e këtij kampi unik, sepse mundësitë tani janë shumë reale edhe shumë të afërta për zbulimin e talentëve dhe thjesht që fëmijët tonë na përfaqësojnë në shtetet ose në vendet më të mira. Ky kamp që do të vendoset në Hajvali, po shihet si një mundësi e mirë nga kryetari i komunës për Parim Rama që të rinjtë e të reja të depërtojnë në botën e futbollit. Ky kamp nuk është vetëm një ngjarje sportive, por është një mundësi reale për qindra, vajza dhe djemë të kryeqytetit ton, por edhe më gjerë që ta prezantojnë talentin e tyre, disiplinën dhe ëndrat që të jenë pjesë e kësaj akademie prestigjioze në botën e futbollit, pra akademisë të AC Milan. Ky bashkëpunim me një prej klubeve më të mëdha të futbollit po konsiderohet si arritje e madhe për ngritjen e cilësisë së futbollit në vend. Ky kamp nuk është vetëm një aktivitet sportiv, është një mundësi konkrete që vendos Prishtinën në hartën ndërkombëtare të zhvillimit sportiv, duke ofruar standarde profesionale për gjeneratat e reja. Në mesin e shumë mysafirëve që do t'i pret Prishtina pas një muaji, do t'jetë edhe një kryetrajner nga shkolla Milanit, ndërsa nga vendi jonë do t'janë të angazhuar 10 trajnerë lokal. Unë jam përgjegjës e për trajnerat, do të mundohemi të sjellemi trajnerat të cilët kanë kualitet dhe të jemi shumë afër fëmijëve për gjatë këtyre 5 ditëve. Gjithsej do të jenë 12 trajnera lokal. Përkraje për këtë organizim premtuan edhe nga fan klubi i AC Milan në Kosovë. Na si fan klub kemi bërë disa organizime të vogla, po kjo është një niveli tjetër, pra me ardhur Milano zyrtarisht në Kosovë me një kamp për herë të parë. Ka më qenë një sfidë shumë e madhe, po ka më qenë edhe një mundësi shumë e mirë për fëmijët që kanë me provu me shfaq talentin e tyre. Numri i fëmijëve që do të pranohen në këtë kamp do të jetë deri në 200, teksa stërvitjet do të mbahen paradite dhe pasdite. Për fund flasim për rrymën e cila po ju kushton shumë para dhe pakënaqësi bizneseve në Kosovë. Vendimi i ZRE-s që prej një sheshori të kalohet në treg të lirë të energjisë elektrike vetë se ka nisur të shkaktojë tilashe. Në këtë situatë, bizneset insistojnë në anulim të vendimit, kurse qeveria i doli në mbrojtje kompanisë që po i përcakton çmimet për megawatt. Gjithçka në këtë biznes, nga ndriçimi deri te klima, mbështetet te energjia elektrike. Bizneset si ky i tekstilit që operon në qendër të Prishtinës, tashmë në mënyrë obligative do të duhet të kalojnë në treg të lirë për të siguruar rrymën. Oferta që drejtori Astrid Gashi thot se e mori është për 260% më shtrenjtë si pagesë vjetore se sa paguan aktualisht. Jemi pështet, nëse e morëm statistikisht, na kem pagu për vitin e kaluar për këtë pikën këtu ku jemi, dikon të 24.500 euro. Edhe nëse kalkulojmë me çmimin e ri, po del që do të mi pagu dikon të 65.000 euro, që është një sasi bukur, një vlerë bukur e konsiderueshme e mjeteve. Gashi shpreh shqetësimin se ky vendim që po i prik bizneset, patjetër do të ndikojë negativisht edhe te qytetarët. Edhe këtë ngritje të energjisë elektrike nuk do ta paguajnë këto 1300 biznese. Maksimumi që mund me pagu këto 1300 biznese është shpollja falimentimit edhe dalja në tregje të tjera. Çmimin, fakturën e kësaj e paguan qytetari, do thonë konsumatori final. Pagun plaku, plaka, fëmija, baba, nana, burri, gruaja, nuk e pagun biznesi. Prej së dielës së 1 qershorit, të gjitha bizneset në Kosovë u morën me këtë temë.
Ankesat e problemet për ta jetësuar këtë vendim për të cilin ata protestuan, u drejtuan edhe te lidhja e bizneseve të Kosovës. Gjatë asaj periudhe të bëhen përgatitjet edhe njëkohësisht të bëhet edhe licencimi i kompanive të cilat do të shprehin gatishmërinë e tyre për të furnizuar tregun e Kosovës dhe pastaj gjatë kësaj periudhës njëvjeçare të kemi një koordinim dhe një parapërgatitjes që kur të vjen situata për më dalë në tregun e lirë të energjisë, kompanitë mos të dëmtohen dhe të jenë të gatshëm, të jenë të përgatitur dhe njëkohësisht mos të rrezikohet edhe produktet e Made in Kosova dhe po ashtu mos të rrezikohet edhe fuqia punëtore. Mundësinë për shtyrje të vendimit as nuk po e çon në përmendje qeveria në detyrë. Madje gjatë të hënës, ministrja në detyre ekonomisë, Artane Rizvanolli, u tregua shumë aktive për të mbrojtur kompaninë Alpex, e cila vendosi që nga çmimi prej 64 euro për 1 megawatt orë energji, brenda një dite ky çmim të shkojë në 86 euro. Alpex është një ëndër e kahmoqshme e realizuar për Kosovën. Alpex është një treg që operon me rregullat më rigoroze e standardet më të larta të Evropës, ku gjithçka është transparente e çdo transakcion lë gjurmë të pashlyeshme për të mundësuar monitorim rigoroz e hetim në rast nevoje. Ditë më parë bizneset bllokuan hyrjet në kryeqytet për të kundërshtuar vendimin e ZRE-s që të kalojnë detyrimisht në treg të lirë që nga 1 qershori. Të nderuar shikues, më kaq edhe po përmbyllim këtë edicion të lajmeve me fokus. Për këto dhe shumë informacione të tjera, klikoni në gazetaexpress.com. Unë falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.